Gjykata e posaçme e apelit për korrupsionin dhe krimin e organizuar mori vendimin në lidhje me ankimimin e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj në lidhje me masën e sigurisë arrest me burg. Gjykatësia Engert Pullumbi mori parasysh kërkesën e prokurorëve të posaçëm Olcë Dado dhe Altin Dumani që këmbgulën në mbajtjen e Veliajt në qeli, pasi sipas tyre vënë në rrezik procesin, duke patur mundësi të prish provat apo intimidoj dëshmitarët. Ndërkohë gjykata ndryshoi masën për biznesmenin Elman Abule nga arrest me burg në arrest shtëpie. Gjykata e posaçme e apelit për korrupsionin dhe krimin e organizuar me trup gjykues monokratik të përbërë nga gjyqtari Engert Pullumbi, këtë të enjte më 13/3/2025 shpalli vendimin mbi çështjen penale me numër 13, akti i datës 4/3/2025, regjistrimi mbi ankimimet e personave nën hetim me objekt ankimim ndaj vendimit me numër 7 të datës 9/2/2025 dhe vendim me numër 14 të datës 12/2/2025 të gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar, disponuar në lëndë të masave të sigurimit personal dhe vendosi miratimin e vendimit me numër 7, akti i datës 9/2/2025 të gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar, i verifikuar me vendimin numër 14 të datës 12/2/2025 të kësaj gjykate. Me këtë ndryshim, zëvendësimin e masës së sigurimit personal me karakter shtrëngues arrest në burg, e parashikuar nga neni 238 i kodit të procedurës penale, i vendosur për personin nën hetim, EA, me masën e sigurimit arrest në shtëpi, parashikuar nga neni 237 i këtij kodi, urdhërohet personin nën hetim, EA, që të mos largohet nga banesa e tij, si dhe të mos kontaktojë me persona të tjerë, përveç atyre me të cilët bashkëton. Urdhërohet lirimi menjëhershëm i personit nën hetim, EA, nga ambientet e paraburgimit, nëse nuk mbahet i izoluar për ndonjë shkak tjetër, thuhet në vendim. Ngarkohet prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe shërbimet e policisë gjyqësore për zbatimin e këtij vendimi. Ndërkohë kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj akuzohet nga SPAK për korrupsion dhe pasimparasht në 9 raste. Veliaj u arrestua me zitën e 10 shkurtit, ndërsa 2 ditë më pas, gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, me vendim të gjyqtarit Erion Bani, vlerësoi të lishëm arrestimin e tij duke e lënë atë në qeli me kërkesë të prokurorëve Olcë Dado dhe Altin Dumani.